Qa keni mëre me këto shantazhe, kërcënime? Kuvendi miratojnë parim projekt ligjin për byron shtetërore. Propozojmë që shqyrtimi i dytë dhe përfundimtari i projekt ligjit të bëhet në seancën e datës 27/4/2026. Këtë ligj nuk e votojmë, edhe nëse ligji nuk përmirësohet, prap nuk votohet. Kështu që neve shantazh moral mos të tani me na bë. Dhe me shmangje duke që qëllimi janë zgjedhjat. Votojmë tash. 81 deputet të kuvendit kanë votuar për, asnjë kundër, 25 abstenime. Konstatoj se kuvendi miratojnë parim projekt ligjin për byron shtetërore për verifikimin e pasurisë pa justifikueshme. Duke pas parasysh edhe kohën gjithësisht rrethanat në cilat jemi duke vepruar si kuvend, me lejoni që të propozojmë për shkurtimin e afateve kohore, pra të paraqes mocionin procedural për shmangje nga afatet e përcaktuara në nenin 76 të rregullorës kuvendit. Propozojmë që shqyrtimi i dytë dhe përfundimtari i projekt ligjit për byron shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë të pajustifikueshme të bëhet në seancën e datës 27/4/2026, e cila propozojmë të fillojë në ora 10. Unë e vërtet nuk e kuptoj, zonja Nagovci, a ishit ju në sol sa u zhvillu debati për këtë ligj. Sinqerisht se kuptoj. Ju po kërkoni që amandamentet më paraqit për 3 ditë. Ju lutem vetë të kemi vëmendje që po flasim. Se ne po flasim këtu për me kriju klimin, me kalu ligjin. Ju po thoni me paraqit amandamentet për 3 ditë. Ndërkohë që ne kishim një diskutim me ministrën në Komision të Legislacionit edhe këtu, dhe pat një deklarim shprehimor të ministrës që pajtohet që të ketë konsultim publik dhe ne të formojmë një grup punus i cili adreson ato që dalin nga konsultimi publik dhe ato që dalin nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Si do ta bëjmë këtë për 3 ditë? Vërtet s'ka kuptim. Kështu që unë kërkoj që dhe njerë ministra me sqaru, a është propa fjalëve që ka dhënë në komision dhe këtu, apo propa kësaj që po propozon zonja Nagovci tani. Shikoni, unë thash nuk po du me bo debat politik, po në qoftë se kjo kështu shkon, dhe do një melon ditën e fundit me shërtu prap ligjin, unë po e kuptoj agjendën politike, dhe naiv nuk jemi, që ta kuptojmë. Naiv nuk jemi, dhe kuptojmë cila është agjenda, por zotimi ministresh ishte që të ketë konsultim publik, kështu që mos e prishni këtë atmosferë që ekziston nga grupi parlamentar për me bo ligjin e mirë. Për ndryshe, shantazhin moral ne si PDK nuk e hajmë. Këtë ligj nuk e votojmë, edhe nëse ligji nuk përmirësohet, prap nuk votohet. Kështu që neve shantazh moral mos të tani me na bë. Qa keni mëre me këto shantazhe, kërcënime, që s'po kuptoj. Sikur ta deja, e përmbylla fjalimin me atë që sot determinohet qëllimi real i lëvizjes vetëvendosje me këtë projekt ligj. Dhe me shmangje duke që qëllimi janë zgjedhjat. Për ndryshe, nuk kam si të arsyetoj që një ligj kaq vital që vetë po thoni që është vital, të ketë nevojë për shmangje. Sot edhe ministrja dhe ju tha që jemi të hapur për diskutime. Për cila diskutime? Kur thyn ligjin fuqi? Mos e bëni hajgare, të paktën dilni pranoni që pas keni sjell këtë projekt ligj për zgjedhje, për propagandë elektorale. Për ndryshe, mos bëni hajgare për besë me popullin. Tregoni sinqerisht që ishte qëllimi ju, megjithse mendoj që u bëhet dukshme, por tash sinqerisht edhe njëherë pyes ministrën, sepse tha jemi të gatshëm. Tha isha në komision, isha e hapur për diskutime dhe do t'jem sërish. Tani as po dëgjojnë ministre, grupi yt parlamentar konsideron që nuk i autoritet mbi projekt ligje që i sjell. Unë e kuptoj pse mund të mos kem besim tek ju. Si jam i përveçëm. Por megjithatë keni një farë roli të bashkëbisedoni me ministrat e juja, po. Shmangjen nuk e mbështesim për shkak se para 3 seancave kemi qenë bukur decidiv që shmangjet e një procesi të ndërtimit të ligjbërjes duhet të jenë bukur serioz. Është totalisht e pakuptueshme, është totalisht e paqëndrueshme që me ardhë në një situatë kur prej një diskutimi bukur serioz, bukur profesional, të një analize bukur të sakt të përmbajtjes ligjit dhe vullnetit për me bë diçka, tash me hinë shmangje. Jo, bre, nuk bën kështu. Nuk e mbështesim edhe nuk duhet ndodhë kjo për një ligj i cili është bukur i kontestuar. Ndaj nuk e mbështesim. Unë mendoj që koha në dispozicion
është e mjaftueshme. Mua më keni në dispozicion edhe gjatë fundjavës, po edhe 2 ditët e javës që do t'ishin. Unë mendoj që më shumë se 1 ditë nuk na zgjasin. Ju lutem regjia na mundsoni që të votojmë për mocionin e propozuar nga vetë vendosje, përgatitemi për votim, votojmë tash. Nuk kalon mocioni procedural, vazhdojmë me pikat e radhës.